Razela Mestyman që do të bëjë një përmbledhje të konferencës për shtyp që zoti Rama ka patur me presidentin e Këshillit Evropian, zotin Costa, por gjithashtu do kemi edhe një përmbledhje për fjalët e zotit Rama që lidhen me progresin e integrimit që ka bërë Shqipëria për të anëtarësuar me të drejta të plota. Po ndërkohë do rikthehemi përsëri te atmosfera e zgjedhjeve parlamentare. Kam atë që ishte një nga kandidatet e Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit, Iliana Kuçana, për të folur për rezultatin dhe çfarë pritet të ndodhi në vijim. Kuçana, faleminderit. Që kam studio live, futemi me njëherë tek atmosfera e zgjedhjeve, çfarë ndodhi në Durrës dhe më pas në gjithë Shqipërinë, përse ky rezultat sipas jush kaq i dobët, ta themi hapur. Më lejoni ta nis me një falënderim shumë të veçantë për çdo demokrat që besoi tek ndryshimi. Më lejoni ta nis me një falënderim të veçantë për çdo komisioner, për çdo numërues të cilët në mënyrë të palëkundur vazhdojnë edhe tani të numërojnë. Gjej rastin t'i përgëzoj për forcën, për qëndresën e tyre, dhe gjej rastin të falenderoj çdo demokrat i cili besoi ndryshimin, i cili nuk u lëkund përballë bandave, i cili nuk u lëkund përballë korrupsionit. Çfarë ndodhi në Durrës? Ju e dini që unë jam shumë aktive dhe kam qenë shumë aktive në disa fushatë në Durrës. Por ajo çfarë ka ndodhur në këtë zgjedhje është minimi i demokracisë. Po si ka ndodhur? Kemi prova, ka fakte? Po do dalë tek provat. Nuk është se kemi parë asnjë fakt. Durrësi ka qenë i qetë relativisht. Atëherë. Madje në një zonë që ka aktivitet të lartë kriminaliteti, siç është Fushkryja, ka fituar Partia Demokratike, ka marrë më shumë vota. Atëherë ju bëj. Nëse ku janë bandat, o janë për gjithë ose janë për asnjë. Atëherë, unë ju them që përveç se paratë e krimit, të drogës, të mafjes, unë personalisht kam denoncuar me zë dhe me figurë, me pamje filmike të cilat ndodhen në telefonin tim dhe janë çuar spakut, blerjen e votave në zonën e Shkozetit. Dhe jo vetëm në zonën e Shkozetit, në zonën e Shtullës, në zonën e Rushbullit, ka ndodhur masivisht në gjithë Durrësin. A keni prova, Kuçana, se duket më shumë si një lloj alibie, sepse po të shikosh faktet, Partia Socialiste është në të njëjtat kvota me vota, ndërsa Partia Demokratike ka rënë nga 2021. Atëherë ne kemi mbledhur fakte dhe prova, të cilat ja kemi paraqitur spakut. Nga ana tjetër, ju bëjmë me dije se Partia Demokratike flet pikërisht për fakte dhe për prova. Ku njerëz të caktuar shikohen duke shpërndar zarfa me para dhe në një ditë para votimit, ditën e premte dhe ditën e shtunë, gjatë gjithë kohës, njerëz të cilët njihen problematik në zonën e Durrësit. Ajo video ishte pa qartë, se duhet të jem korrekt. Atëherë, video shumë e qartë. Ma dërgoj mua e jap unë transmetim, nuk kemi asnjë video është shumë e qartë, i është dhënë spakut, kemi bërë kallëzim në spak. Personat e identifikuar njihen si njerëz me probleme dhe me rekorde kriminale në zonën e Durrësit. Kjo që ka ndodhur sot në Durrës, kjo që ka ndodhur sot në Shqipëri, është në rrezik demokracia. Nuk bëhet fjalë, Arber, nuk bëhet fjalë për Partinë Demokratike, të lutem. Fushkryja ka shumë banda, përse në Fushkryj bandat u bashkuan me PD-n i bie? Bëhet fjalë për një këmban alarmi. Patjetër që unë ju them se masakra që ka ndodhur, fryma që ka qenë në Durrës, nuk përkon me rezultatin që është sot në kutit. Kemi nga ana tjetër trendin bullgar. Unë personalisht kam pasur vetë përplasje ditën e zgjedhjeve në zonën e plazhit, në zonën e Shkozetit, ku njerëz me problematika dhe rekorde kriminale janë përpjekur që të minojnë dhe kanë arritur realisht të mbushin kutit dhe të sjellin trendin. Patjetër, po është fakt. Është fakt dhe ne kemi denoncuar. Iliana, ti je një zë i fortë në PD, të zërat e rinj dhe je e sinqert. Po PD-ja vet, a ka patur përgjegjësi, a ka përgjegjësi për këtë rezultat? Se duket sikur dhe kjo çështja e bandave është një lloj alibie për të mbajtur zotin Berisha dhe me që jemi këtu, duhet largohet, duhet